askush se priste, dhe lajmi i sotëm ka tronditur gjithë publikun. Këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi është ndarë papritur nga jeta. Vetëm 40 vjeç, një humbje e madhe dhe e papritur. Sipas mediave shqiptare, shkaku dyshohet të jetë atak kardiak që ka qenë fatal. Lajmi është konfirmuar nga burime pranë familjes, ndërsa fansat dhe kolegët kanë mbetur të shokuar. Shpati ishte një nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare, me 10 këngë që bën hite. Rrjetet sociale po mbushen me ngushëllime dhe kujtime nga karriera e tij. Të gjithë thonë të njëjtën gjë: iku shumë shpejt. Një fans shkroi: zëri yt do të mbetet për jetë, ti nuk ike, ti le një histori. Ceremonia mortore do të mbahet në rreth familjar. Shqipëria humbi sot një artist që la gjurmë.